Hoxha, po du me ditë qëta. A ka rob që Allahu nuk ja shfaq gjinahet ditën kër e merë në llogari, ndërsa robi ka shku me gjinahet të Allahu. E kundërta asaj që ishim në të pjesën e tregimit para prak që Allah s.w.t. ja shpalos para ftyrës njerëzve, ka dhe të atil në ditën e gjykimit që Allah nuk ja shpalos. Ta kem parasysh gjithmonë. Dita e gjykimit është një vend i tmerrshëm. Sa askush nuk e din se ku ka me përfundu. Sado që i kemi vepra të mira, sado që na mundu me kry ibadete, prap nuk e dim sa na u kanë pranu të Allah s.w.t. Ne e dim që Allah nuk i bën zullum askujt, edhe është i drejti absolut. Mirë po nuk e dim aty ku kena fitu, edhe aty ku na ka mëshiru Allah. Andaj është ditë e tmerrshme. Është ditë që askush nuk e imagjinon gjendjen e tina prej tash në dynja që me thonë, unë e kom fitu, alhamdulillah. Se s'të kalon Allah s.w.t. mu vetë kënaqsh në dynja. Andaj nëse i kujtojmë dhëçën e përgëzuar me xhennet, ai ka bua ata pasi që i ka përgëzuar për së gjalli, pejgamberi sa me xhennet, që ata milion punë me thonë, ata shumë në xhennet li, ata është për qetësona. S'kom nevojë më punë. Përkundrazi, Allah i ka përgëzuar me xhennet se u ka ditë zemra që këta kanë me shtu punën edhe më tepër tash. Dhe nuk kanë më ndalë me thonë, fitova xhennetin nuk kry, veç që kaq. Se xheneti nuk është punë, orari punës që duhet me kry. Namazi nuk është orari punës, as agjerimi nuk është orari punës, as sadakaja që duhet me kry, mbasi duhet me kry, se për ndryshe se kisha kry. Kjo është sistemi jetës, ajo ndjesia që ti duhesh patjetër me bo, se duhesh me ndje që duhesh me bo. Besimi të imanit duhet me konë namazi kërkesë që ta lyp zemra patjetër. Agjerimin duhet me ta lyp zemra se duhet me konë si ajri që s'mundesh me jetu pa ato. Jo si orari punës se duna me dalë, se duna me bajt familje, duna mu falë se për ndryshe i në gjenem. Kur gjo s'ki bo nëse llogarit kështu ibadetin. Ibadeti është ajri që ti nëse e lën, je i vdekur, nëse frymon. Në ditën e gjykimit, Allah s.w.t. ka raste kur kam i trajtu edhe ndryshe krijesat e tij. Ata që kanë shkuar te Allah me gjunahe. Vazhdimisht po e theksoj me gjunahe, duke e theksu që ka diçka prej punëve të mira, mirë po ka gjunahe në shumicë. Dhe Allah s.w.t. sikur se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i afrohet robit dhe e mbulon robin e tina. Mos me pa kërkush shaka po. Asnjë krijesë mos më marr vesh se si është të e marrë pyetja Allah s.w.t. filon personin. Duke e ndan nga ata, duke mos i leju me ndëgju as me pa kur gjë hiç. Edhe Allah s.w.t. i thotë, o robja. Deri në atë moment, i shkreti nuk e din as çka ka mu bo me jetën e tij, ku ka me përfundu xheneti a xhenemi. Në hall, në panik. S'ti që shka më marrë të përfundimi. Shet disa të shku në xhenet, thotë o lumi ti selam aleikum që po shkon në xhenet. Shet dikon të shku në xhenem, thotë audhu billah, Allah runa prej zjarrit xhenemit. Nuk din çka ka bëu as pak aty. Edhe për një moment Allahu po e mbulon. Dhe po i afrohet Allah dhe po i thotë, o robja, atë kujtohet filon vitin, filon vendin, me filon personin, ki bo filon gjinajn. Thotë po Allah. Me gjëna që tash me na pyet dikush para 10 vjet, atë kujtohet që i ki bo një gjëna? S'na kujtohet, se s'doj me i kujtu. Allahu t'i kujton. Thotë po filon vendin, për filon qashtën i ki bo filon gjinajn. Po Allah dhe kjo është. Po filon vllaun e ki dëmtu edhe ki inak. Po Allah. Filon pozitin e kesh përdor. Po Allah. E thotë, unë e kreti kom falë në dynja, ti kom bëllu, si ka ditë kërkush. E ti fali edhe tash, nuk ti s'bëlej. Po flasin për gjinohe. Po e mbulon Allah s.w.t. një rob, mos me pa kërkush hiq, veç unë e ti. A për shëqar të rejtmani? VIP të rejtmani është tja. Jo VIP kjo s'mundesh me cilësu ndryshe. Me tu afru Allah s.w.t. Edhe mos me të lonë kërkan për me ndëgju që ka bëhet me ty. Edhe thot mere librin ton ka djatha dhe shkon xhenet. E me librin robi ka djatha dhe fillon me shku ka xheneti dhe kthehet. O Allah po unë i kom edhe filan gjinojnë. Thot Allah ik, ti kom fal, ti kom bëllu në donjos, se s'bëles, tash ik se të kom fal,
E more librin, ik. Nuk më ka nik mu. S'ki nevojë për men, ik, shko në xhenet. Për një moment, prej një paniku, kur s'di ku më shku, e merr librin dhe ja bën tjerë, merrni një librin dhe shiqoni çka është një xhenet li, shiqoni veprat e mia, lexoni veprat e mia, çka është më shku në xhenet. Çfarë vëshira Allah subhanahu wa taala. Kjo është Allah subhanahu wa taala. Atëherë, kur i ndëgjon krejt këto, jo vetëm kaq, po kur i mediton qëto, meditoj vetën që ti e qaj personi, që Allah të ka mbulu, edhe për të mbulon në dunja. Sa e sa vepra ne i bojmë gjuna nuk i din kërkosh përveç meje. Sa njerë ti him hak, sa njerë në përgojojnë, për sa njerë në shpifin, sa nuk i din kërkosh mirë pa Allah, po ti mbulane. Ne i dim që i kemi ato, dhe dim që janë gjunahe. Mirë pa Allah ti ka mbulu, si ka marrë vesh kërkosh. A nuk jetë të kuptu që Allah është të trujt. Në kundërten, Omer radiallahu anhu ka nxon një person të vjedhë dhe ka thonë, pasha Allah në khalifja musliman është hera parë që po vjedhë. Thotë, vallahi, thotë jo. Sa Allahu kërkon se korit për herën e parë. Për ty tu ka bo tradit kjo vjedhja. Zakon tu ka bo. E tash është ajo gjella që ka dalë jashtë enës, që shihet se brenda enës, sa ka pa kur kush vjedhin, vjedh derisa u mbush. Po kur dalë jashtë tash po ta shohim, unë të nxona tash kur po të shoh. Mirë pa Allah subhanahu wa taala disa rab në dunja, pavarësisht gjuna, janë mbulon me mëshirën e tij, pse veç Allahu e din. Dhe nuk jemi që marrim pyetje Allahun pse Allah pe ambulon që tina. Se Allahu ka pa diçka në zemrën e tina që Allah është ambulu. A nuk ka qenë që i ka vrarë 99 njerëz dhe ka kërku pendim. Rrugës për mu pendu Allah ja ka siguru xhenetin. A nuk ka qenë Omer radiallahu anhu që u nis me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa ka besu dhe përgëzu me xhenet. A nuk ka qenë Khalid ibn Walidi që mbi 20 vite ka luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o cilësu Sejfullah. Pse? Allahu ka pa diçka në zemër atyve që na nuk shohim. Dhe ky është ai trajtimi që edhe në ditën e gjykimit Allahu do më ta bëj. Atëherë, ktheu te Allahu se për me Allah është i mëshirshëm. Është i mëshirshëm me ty në dunjë, është i mëshirshëm me ty në ahiret, sepse është Allah. Dhe kjo na nevojitet me ditë dhe me meditu dhe me në rënqeth trupi sa herë që i lexojmë ajetet edhe hadithet që i dëgjojmë, që unë jam qaj personi që Allah është i marrë pyetje. Unë jam qaj personi që Allah mi ka shfaq ato gjinat. Unë jam qaj personi që Allah po mi mbulon, po mund me konë edhe unë ai personi që Allah po do me mëshiron në dunja dhe në ahiret me bë për xhenetlive, a nuk e meriton Allah që më kthyn atë Allah dhe me falënderoj. E nëse falënderojmë, Allah na e shton. Sepse kjo është Allah subhanahu wa taala.